A ndikon përdorimi i kokainës te shëndeti i fëmijës? Është një pyetje që ma bëjnë shumë shpesh këtë në privat. Ata që janë përdorues kokainë dhe sapo janë bërë prindër, është një frikë shumë e madhe që përjetojnë, nëse fëmia i tyre do jetë mirë apo jo. Unë nuk e di nëse kjo ndikon, nëse përdorimi i kokainës ndikon te shëndeti i fëmijës apo jo, sepse është një diçka që është shumë e vështirë për të kuptuar nëse ndikon apo jo. Me siguri ndikon te shëndeti i prindërve. Përdorimi i kokainës ndikon te shëndeti i prindërve. Ndikon tek shëndeti emocional dhe mendor. Edhe këto frikra, nëse një njeri që është përdorues dhe ka frikë se mos ka bërë ndonjë dëm duke përdorur kokainë te fëmia i vet, është një dhimbje shumë e madhe që nuk e ndihmon për ta lënë, por e përkeqëson shumë këtë situatë. Edhe pikërisht ky mendoj që është motivi që shumë njerëz e kanë më të vështirë për ta lënë kur i lind një fëmijë, sepse janë frikra shumë të mëdha që kanë të bëjnë edhe me shëndetin e fëmijës, kanë të bëjnë edhe me gjërat, me zgjedhjet që kanë bërë në të kaluarën këta që janë përdorues të kokainës, edhe prandaj mendoj që bëhet shumë e vështirë për ta lënë. Familja ose bashkëshortja shpresojnë që me lindjen e fëmijës do jetë më e lehtë për ta lënë. Por i kam vënë shumë raste nga eksperienca ime me trajnimet e mia që është shumë herë më e vështirë për ta lënë kokainën kur bëhesh prind sapo lind fëmia, sepse frikrat janë shumë të mëdha dhe mendimet jo të mira janë shumë të mëdha dhe kjo nuk të ndihmon për ta lënë. Pra unë nuk e di nëse ndikon përdorimi i kokainës drejt për drejt e shëndetit i fëmijës, po jam i sigurt që ndikon gjendja emocionale, mendore, fizike e prindrit. Kjo ndikon shumë tek fëmijët. Prandaj mendoj që mënyra më e mirë për të ndihmuar edhe fëmijët tanë është kujdesemi për veten, të mbajmë pastër trupin, mendjen dhe shpirtin.